paralajmëruar të ju do të realizojmë një bisedë, mirë po gjendemi pikërisht në sheshin Zahir Pajaziti, këtu ku pritet edhe gjatë ditës që të ketë aktivitete të ndryshme në nderim të 7 marsit, pikërisht ditës së mësimdhënësve. Patjetër që kam kënaqësinë që të informohemi bashkë me shikuesit sa i përket aktiviteteve që Zbashku ka organizuar në nderim të kësaj dite, dhe patjetër që duhet i them tani më mirëmëngjesi zotëri Plana, i cili kam kënaqësinë që ta kem pranë. Mirëmëngjesi edhe juve, faleminderit. I nderuar, fillimisht po bisedojmë pak shkurtimisht rreth aktiviteteve me që dihet që nga fillimi i javës vetë kanë filluar puna intensive, si kanë qenë angazhimet e Zbashkut. Dihet mirë se përnder të ditës së mësuesit, Zbashku e ka traditë për çdo vit të shpërblejmë mësimdhënësit me mirënjohje ata të cilët kanë dalë në penzion dhe kanë qenë antarë të Zbashkut. Mirë po ne kemi filluar aktivitetet qysh më herët, qysh për 5 marsit, ku një delegacion i kryesisë së Zbashkut ka shkuar edhe në Prekaz për nderimin e kryesisht OÇK-s dhe komandantit legjendar të Adem Jasharit, po ashtu dje kanë filluar kryesisht shpërndarja e mirënjohjeve dhe për të gjitha komunat e Kosovës, ku edhe unë si kryetar i nivelit komunal të Prishtinës kam shpërndar mirënjohje të gjitha atyre të cilët kanë dalur në penzion për kontributin e dhënë gjatë punës së tyre disa vjeçare në këto në atë kohë ku kanë punuar dhe kanë kontribuar. Dihet mirë se aktivitetet vazhdojnë edhe sot. Sot është 7 marsi, dita e mësuesit, dhe shfrytëzoj rastin nga televizioni ju t'ju uroj të gjithë mësimdhënësve, të gjithë mësuesve, t'ju uroj ditën e mësuesit, t'ju uroj shëndet, t'ju uroj suksese, të punohet ashtu si duhet dhe të kontriboj edhe qeveria, edhe të gjithë të tjerë për të kontribuar kryesisht, për t'ju dhënë kryesisht një vullnet mësimdhënësve dhe kryesisht se shkollat kanë punuar edhe në kushte të më të vështira, po flas për vitet të 90-ta ku kanë qenë mjaft vështirë për të punuar dhe kanë kontribuar edhe sot në këtë liri, të cilët fal OÇK-s, fal komandantit legjendar Adem Jasharit, jemi ku jemi, sot e kemi lirinë dhe duhet me dhënë atë mundin më të madh për të arritur që gjeneratat e tona janë ardhmëria jonë dhe kryesisht edhe të punohet sa më shumë dhe të kontribuojmë sa më shumë. Aktivitetet tash vazhdojnë edhe sot, ku lidhet kryesisht me epopejën 26 vjeçarin e epopejës të OÇK-s dhe kjo do të shkoj me agjendat tona të cilat i kemi, të shkohet kryesia nëpër komunat e tjera, si në Prizren, në Gjakov dhe në vendet e tjera, jo vetëm për të dhënë këto mirënjohje pensionistëve, por t'ju urohet 7 marsi, dita e mësuesit, për arsye se mësuesi është i shenjtë dhe bën një punë shumë të madhe. Qeveria, pa marrë parasysh kush është, ne kemi menduar që pas luftës do të japin një rëndësi shumë të madhe, sidomos arsimit, për arsye se arsimi është shtylla kryesore. Përveç arsimit është shëndetësia, policia dhe ushtria. Këto janë 4 shtyllat të cilat e mbajnë shtetin. Mirë, po në këtë pjesë me që edhe tregua që gjatë ditës do të keni aktivitete të ndryshme, keni planifikuar që komuna e Prishtinës ka ndarë edhe mirënjohje të ndryshme? Po, komuna e Prishtinës qysh dje, domethënë në mënyrë të organizuar, i kemi ndarë mirënjohje në shkollën fillore Dardania, të gjithë atyre mësimdhënësve të cilët kanë dalur në penzion për kontributin që kanë dhënë dhe ka qenë domethënë një organizim shumë i mirë, ku kryesisht edhe organizojnë edhe komunat e tjera, ku kemi bërë disa incizime ku janë dalë në mënyrë më të organizuar këto mirënjohje. Mirë po, në aspektin komunal nga ana e komunës së Prishtinës dhe nga ana në përgjithësi po e përgjithësojmë këtë pyetje. Tregom si qëndron tashmë niveli i mësimdhënësve, si qëndron kushtet e tyre me që gjatë vitit informohemi për paknatësi, disa të plotësuara e disa jo. Dihet mirë se kur të vinë festat, sidomos 7 marsi, sot dita e mësuesit, dalin dhe i lavdojnë mësimdhënësve. Mirë, po në ditët e tjera, lavdimi duhet me konë 365 ditë. Jo vetëm një ditë kur vjen domon festa e mësuesit, për arsye se mësuesit bëjnë një punë shumë të shkëlqyeshme. Kushtet janë këto që janë.
kushtet janë këto që janë. Mirë, po duhet të punohet më tepër në infrastrukturë, duhet të punohet më tepër në rregullimin e ambienteve shkollore, duhet të punohet më tepër në rregullimin e kabineteve apo furnizimin e tyre me mjete mësimore. Tash dihet se teknologjia veç ka arrit në kulmin më të madh të shkojnë të dërgojnë laptopë të ndryshme, teknologji të ndryshme në shkolla për të arritur një sukses sa më të mirë. Mirë, po në këtë pjesë bashku ngrit shumë shpesh edhe problematikat të cilat i kanë mësimdhënësit. Tani e tutje besoj që do të keni ndonjë pikë synim, ndonjë pakënaqësi apo kënaqësi. Po mirë se zbashku është për mbrojtjen e të drejtave të mësimdhënësve, për kërkesat e mësimdhënësve, çfarë kërkesa kanë. Domthon kërkesat e mësimdhënësve janë që të organizohen kryesisht të arrihet një plan sa më i mirë, plan programet mësimore janë shumë të ngarkuar tek ne në Kosovë dhe kryesisht këto programe janë të mundishme edhe për mësimdhënësit edhe për nxënësit. Po ashtu çdo qeveri që vjen në pushtet bën ndrime dhe bën reforma të ndryshme. Kjo është një ngarkesë shumë e madhe. Prandaj edhe zbashku të ndërhyn dhe kryesisht ndërhyn edhe për rritjen e pagave, se për arsye se mësimdhënësit janë në gjendje shumë të rëndë, për arsye se unë e di shumë mirë që kemi mësimdhënës punëtor të arsimit të cilët punojnë 2 puna për shkak se kanë një numër të madh të anëtarëve të familjes dhe nuk mund të siguroj jetesën për të jetuar me këto paga. Prandaj duhet të plotësojnë kushtet, jo vetëm të shkojnë me anë të protestave, me anë të greva, se çdo herë që kemi kërkuar diçka, kemi shkuar në protestë, kemi shkuar në greva, por qeveria duhet të arri qëllime dhe të plotësoj kërkesat e mësimdhënësve, ku nuk janë kërkesa ku me di çfarë kërkesë, po të rregullohen shkollat, të punohet ashtu si duhet, të mbikëqyren, këto janë domethënë punët e qeverisë dhe të ministrisë edhe drejtorive komunale. Dhe kështu bëj apel që drejtoritë komunale të arsimeve duhet me pas një bashkëpunim shumë të ngushtë me Ministrinë e Arsimit, me qeverinë, që së bashku të koordinojnë punët dhe të arrijnë ato meritat, ato suksese që duhet se dihet mirë se drejtoritë komunale të arsimit apo komunat e kanë mbikëqyrjen e shkollimit parafillor, fillor dhe të mesëm. Mirë po, sado pak duhet një bashkëpunim dhe të punohet ashtu se duhet të gjithë së bashku të bashkohen dhe të arrijnë suksese sa më të mira. Zotri Plana, faleminderit shumë për këto informacione, për agjendën e zbashkut dhe patjetër për gjitha këto kërkesa që juve ceveni në pak. Ishte kënaqësi që të Faleminderit edhe për juve. Gjithherë jem të gatshëm, unë nuk ju ikëm me dia, çdo herë jem konë, kështu që faleminderit shumë edhe një herë për kohën tuaj. Kurse duke ju uruar së bashku edhe me Zotri Planën edhe nga të gjitha këto informacione sa i përket aktiviteteve të sotme, duke ju uruar mësimdhënësit pikërisht 7 marsin dhe duke shpresuar që lidhjet e tjera direkte të kemi për suksese të ndryshme. Kurse nga kjo bisedë, unë kaloj tani lidhjen tek ju në studio. Faleminderit shumë, Sofia.